besoj që ky sezon do të jetë në vazhdim e gjithë këtyre viteve të fundit, ku çdo vit është shumë numri i turistëve është shtuar. Dhe besoj që edhe në pjesën e Bregdetit tonë të Bashkisë Fierit, qoftë në Tarzez, qoftë në Sema, numri i pjesëmarrësve do të jetë më i madh se sa vitet e shkuara. Ne kemi thënë që ky është një Bregdet ku le të themi vizitorët apo turistët janë ditor, pra këtu nuk ka hotele dhe këtu nuk bëhet fjalë që të vinë të rinë me ditë të tëra, por realisht edhe nga ajo që ka pamë vjet apo par vjet, numri atyre që vinë në mëngjes dhe ikin në mbrëmje nga ky plazh është gjithmonë më i madh. Ky është një nga ato pak Bregdete që kanë mbetur në Shqipëri, që është akoma i virgjër. Ka shpëtuar le të themi gjithë atyre historisë së ndërtimeve me kriter, pa kriter që janë bërë në pjesë të tjera të Bregdetit. Dhe kjo është arsye që ne kemi filluar në bashkëpunim edhe me qeverinë, arkimin e masterplanit për gjithë zonë bregdetare, dhe besoj shumë shpejt do të kemi një dokument të plotë dhe serioz ku do bëjmë çfarë. Kjo padyshim do të nxjisë edhe investitorët, edhe investimet në këtë zonë, por edhe çdo gjë do të ndërtohet në vendin e vet. Sigurisht që këto detaje që ju pyesni padyshim janë pjesë që do i shpjegoj ose do i precizoj le të themi vetë masterplan. Sepse kur flasim për masterplan, aty kemi parasysh e para një nëse do ndërtojmë po themi hotele shumëtace apo do rrimë me ndërtime të ulta. Nëse do alternohen, atëherë ku do ndërtohet njëri ku tjetri dhe besoj e gjitha kjo pastaj do të shoqërohet edhe me gjithë ambientet e tjera kreative që padyshim me gjithë hapësirë të gjatë prej disa kilometrash do të jenë pjesë shumë e rëndësishme edhe një masterplan. Unë besoj dhe shpresoj që duke pas parasysh edhe gjithë le të themi seancat ligjore që do të bëhen me grupet e interesit, besoj që ndoshta deri nga fundi i vitit kjo do të nuk kemi pse nxitohemi. Padyshim është, siç e thash, një dokument shumë i rëndësishëm, shumë serioz, dhe besoj që le t'i japim kohën e vet që të bëjmë gjë të tilla. Infrastruktura është element tepër i rëndësishëm, bashkia e ka shkuar investime, por ato të kenë më tej sa i thotë me tarifë. Duke pasur parasysh që ka korridor ka qenë një njohje zezë. Padyshim që ne kemi disa investime të rëndësishme që kanë filluar dhe dy prej tyre do të fillojnë shumë shpejt. Së pari mua vjen shumë mirë që kemi bërë realitet një dëshirë apo një ëndër do ta quaja, sidomos pas ndërtimit të bypassit për të lidhur dhe për të shumë shkurt në Tarzez. Është rruga që ka filluar, ju e keni parë besoj, nga rotonda e Polonisë apo e Sopit, siç e quajmë ne, dhe deri në Tarzez. Ajo është një rrugë shumë e mirë, shumë e shkurtër, është larg qendrave të banuara që besoj do të jetë një premit shumë e mirë për shmangur edhe ato aksidente që ka ndodhur realisht të kaluarën. Pasi për hir vërtetës në muajt e beharit, rruga e Semanit, rruga e Ovelqës merr shumë ngarkesë nga mjetet dhe në raste të tilla edhe aksidentet sigurisht që janë në fakt keq janë pashmangshme ndonjëherë. Ashtu sikurse besoj që shumë shpejt do të fillojmë edhe dy rrugët brenda fshatit Tarzez, pra nga hidrovori dhe treni në drejtim të Bregdetit. Edhe ato janë një bashkëfinancim i qarkut dhe i Bashkisë Fierit. Janë investime të konsiderueshme, janë projekte të plota, duke përfshirë brenda edhe elementet urban dhe besoj që jemi në drejtimin dhe në rrugën e dur edhe në investime të këtë zonë. Padyshim pastaj sfida më e madhe ngelet le të themi ai projekti i madh që ne kemi lançuar, projekti i 16 fshatrave të fushës, i cili përfshin edhe një zonë bregdetare, projekti Ulësjellci. Ai padyshim është në vlera të konsiderueshme dhe besoj që do të gjejë edhe mbështetjen e qeverisë për financim, sepse te mundësive të Bashkisë Fierit. Sa është pjesa portazh publik dhe privat, si është investuar në është zbatuar i gjithë standard siç parashikon në vendimi i qeverisë, ku i gjithë Bregdeti është parcela dhe ku
sipas një harte të precizuar, të miratuar, edhe në Këshillin Bashkiak, po edhe në Ministrinë Përkatëse. Është publik, nuk mos gaboj, është vetë 40% hektarësh, dhe pjesa tjetër është private. Por pavarësisht kësaj, kufizimet që ka vënë vendimi i qeverisë, besoj që këtë sezon turistik ka funksionë i jetshëm, edhe le të themi ato deprime që nuk bënin private në raport me zonjën e hapësirave. Por për hir të vërtetës, ne në projektetin e Fierit do të kemi pasur probleme. Ne kemi pasur bashkëpunim shumë mirë edhe me privatët, qoftë për shpërcimin e hapësirave të bashkëta, qoftë edhe për bashkëpunim në elementë të tjerë duke filluar nga pastërtia, nga rojet e plazhit dhe kështu me radhë. Sepse në fundit ky është dhe qëllimi që bashkëpunimi midis bashkisë apo pushtetit vendor dhe privatëve të jetë në funksion të qytetarëve dhe në funksion të atyre që duan të pushojnë. Shumë faleminderit.